televizorin Albania TV. Mondi të përshëndes, Mondi? Përshëndetje dashur përshëndetje të mi. Kemi përsëri në emisionin në Albania TV, emision i ri, krijuar në 2025 me vullnetin dhe dëshirën të disa bashkëpunëtorë me qëllim që si ju po dhe për ne të kemi një mjet informimi sa më bashkohor, më të saktë për të qenë i besueshëm dhe aq më tepër për të qenë pranë jush dhe të qenë zëri juaj për të gjitha çështjet që ne kemi në Greqi apo dhe më tej Greqisë. Mondi, është një kanal i sapo ka filluar një udhtim të gjatë apo jo? Urojmë të një udhtim të gjatë, ne jemi të prirur që të bëjmë të pamundurën brenda mundësive dhe dinamikës që mund të gjenerohet si nga stafi, si nga bashkëpunëtorët, pa tepër kryesisht nga bashkëtarët që na ndjekin, sepse janë gjëra që lidhen me njëra tjetrën, pa janë një zinxhir faktorësh. Ne besojmë që duke patur parasysh që këtë periudhë kaq shkurtër si Albania TV që ne kemi filluar tashmë me këto pak emisione, në fakt më pak për një kohë kaq shkurtër për një televizion simbolik që është Albania TV, mendoj që një volum i madh pune, një volum cilësor pune, dhe është një mesazh i fuqishëm që premisat janë që televizioni Albania TV të shkojë shumë gjatë dhe të jetë një element kyç për informimin dhe zëri i bashkëtarëve tanë, jo thjesht në çështjen e problemit që është elementi kryesor, por edhe në jetën kulturore, artistike dhe ekonomike të tyre. Mondi, mesazhet janë të qarta dhe janë shumë pozitive. Pra kjo na jep kurajë për të vazhduar punën tonë akoma më tej, apo jo? Për të vërtetës shpëtim edhe unë jam befasuar nga pritshmëria e bashkëtarëve. Diaspora tashmë ka të përbërjen e saj të bukur që ndonjëherë pa drejt ndahet në tre grupime, si themi brezi i vitit 90, pra emigrantët e parë, refugjatët fatkeqësisht që i thon shumë, është brezi i dytë i cili ka emigruar në Greqi në vitet 2000, dhe sigurisht është brezi i tretë tashmë, madje edhe brezi i katërt, të cilët kompletojnë gjithë të pazën dhe kemi kaluar në ato që quhet gjerësisht si diasporë, por që ende se ka gjetur ritmin, dinamikën e saj dhe nuk ka marrë atë strukturën e duhur për të elementit individual apo të organizimeve lokale dhe tentativës mendoj goxha premtuese të Albania TV, vetë diaspora të marrë formën e duhur me qëllim që të gjithë këto komponent të përcjellin tek bashkëtarët tanë diçka shumë pozitive dhe mendoj që hapi i madh me Albania TV duket për shfaq mesazhet, kontaktet, telefonatat janë premtuese dhe janë një shtysë e madhe për ne, janë energji për ne për të shkuar më tej. Mund të flasim për një staf në mënyrë vullnetare, dikush na ka dhënë zyrën, dikush një kamerë, dikush një ashtu, pra ne bëjmë një punë vullnetare apo jo, për të informuar sadopak bashkë edhe ta. Ne këtë nisëm e kemi vullnetare, është pa pagesë, madje me shpenzime nga xhepet tonë, pra ne e shikojmë si një mision të shenjtë, pra të domosdoshëm që të ketë një mjet informimi në diasporë, gjithë përfshirës, pavarësisht interpretimeve etiketave që mund të jetojë i cili, në fund të fundit fatmirësisht jetojmë në Europë, në Ballkan dhe Greqi është një vend demokratik, pra mendimet e tjera, me qëllim që Albania TV të jetë jo vetëm një dritare informative, por të jetë një mjet komunikimi dhe përcjelljes së problematikash që gjithsecili të gjejë vetën e tij pavarësisht mendimeve të ndryshme. Mondi, futemi në temë, Mondi. Javën që vjen ministri i jashtëm këtu në Greqi. Apo jo? Është një fillim shumë i rëndësishëm, duke marrë faktin që siç e dim tashmë prej 2 vjetësh marrëdhëniet shqiptaro-greke janë ngrirë, madje janë në pikën më të ulët të tyre të 3 dekadave të fundit. Kjo përveç faktin nisu nga çështja Belerit, e cila nga çështja u kthye në problem dhe nga problemi Beleri u kthye në fenomeni Beleri, e cila u përdor nga politika e dy vendeve për interesat të ditës, qoftë nga Tirana apo qoftë nga Athina zyrtare. Kjo tregon faktikisht paaftësinë e dy vendeve, e kryesisht e diplomacisë e dy vendeve, të cilat në një moment shumë delikat nuk kishin as kapacitetin as mundësinë, por dhe aftësinë për të zgjidhur një gërë i cili vjen nga një dukuritë, nga një fenomen i cili është shoqëror dhe jo i interesit strategjik. Fatmirësisht ka një kthesë në këtë, siç e kemi thënë të kaluar, unë që në fillim të herës kam insistuar dhe vazhdoj të insistoj që në çdo rast duhen ngritur mekanizma
të sigurisë, të komunikimit me dy vende janë mekanizma të cilat në shumë vende quhen telefoni kuq apo quhen linje e hapur të komunikimit në raste të tilla, dhe në rastin konkret, gjithsesi duket që të dy vendet kanë kuptuar populli fatmirësisht si populli shqiptar dhe populli grek i ka kaluar politikat, pra politikën i ka lënë në klasë me plot kuptimin e të saj. Fatmirësisht ka një kuptim të vendeve, ka një dialog në prapasken, ka një kontakt të vazhdueshëm dhe ardhja e ministres së jashtme në Athinë mendoj që është një mesazh kulm plot, duke e vënë në theksin me vizitën që zhvilloi në Shqipëri në hapjen e konsullatës së Greqisë në Korçë, të ministrit e jashtëm të Greqisë, pra është një vizitë kthimi, nëse mund ta themi në kontekst, por e cila vjen në një moment shumë delikat ku Shqipëria është shumë më afër Bashkimit Evropian, shumë më afër se kur, dhe më tepër Greqia para pak kohësh, siç ti e di shumë mirë dhe siç bashkëtarët tanë informuar se ata kanë informuar, kanë ngritur një kornizë kuadër me disa pika për të dialoguar me Shqipërinë. Unë kemi ndonjë informacion mbi ardhin e ministres së jashtme? Çfarë temës do të trajtojnë? Kemi informacion apo thjesht flitet vetëm për detin? Fatkeqësisht informacion në detaj apo të vëllën nuk kemi, por ato që mund të themi e sigurisht fakti që duke bazuar tek ato pika dhe ato orientim, mund ta themi në thonjza që ka paraqitur media greke, ne mund të bazohemi në ato dhe mund të kuptojmë shumë dhe mund të themi shumë në këtë aspekt. Duke thënë shumë në kuptimin e mirëfillt që duket që Athina zyrtare tashmë pas kësaj periudhe të ngrirjes së raporteve me dy vendeve, duket që ka kaluar një stad tjetër, por edhe Tirana zyrtare po e shikon në një aspekt tjetër. Dhe kjo është gjë e mirë. Pra, po kalojmë nga politika ballkanike, pra retorika e politikës së ditës të interesave të ngushta partijake apo të grupimeve të ndryshme, duke kaluar në atë që quhet interesi i përbashkët apo interesi strategjik të dy vendet kanë raport strategjik dhe janë aleate strategjike me njëra tjetrën. Edhe Shqipëria me Greqinë, po edhe Greqia me Shqipërinë, sepse janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Po janë dy vende fqinjë, mundi. Jemi dy vende fqinjë, një garë në ndalë. Mundi flitet, unë sot dëgjova sikur do vi dhe kryeministri shqiptar nga data 26, nuk e di sa vërtet është kjo. Po ajo që mua më shqetëson më shumë është se ne kemi 18 vjet pa ardhur një kryeminist ose një president në rrugë zyrtare këtu në Greqi. Mundi. Apo jo. Dhe problemet tona ne nuk mund t'i sillim vetë. Apo jo, pa një marrëveshje zyrtare, se ne kemi shumë probleme mundi, ti di shumë mirë. Shumë e vërtet shpëtim. S'dinga ta fillosh nga ta mbarosh. Është vërtet. Ka munguar prej dekadash tashmë një takim zyrtar bilateral midis Athinës zyrtare dhe Tiranës zyrtare. Janë bërë takime, vërtet bën takime, kjo është e mirë, por në fund të ditës janë takime që bëhen në një kontekst tjetër dhe një kontekst zyrtar, duke marrë atë që zakonisht shtetet e botës procedojnë me njëra tjetrën. Siç po ndodh me Turqinë dhe Greqinë, që ka një problem shumë serioz me dy vendeve, madje Turqia ka kaluar një pikë që ka suspendë, pra të themi kërcënimi i luftës me Greqinë, por pavarësisht kësaj ka një mekanizëm sigurimi të dy vendeve dhe ka një komision i cili është në kontakt të vazhdueshëm me një tjetrin, pra ka takime bilaterale. Me Shqipërinë do të thekun takimet që fillohen aktualisht sepse janë filluar dhe ka takimet janë takime të themi në sensit jo zyrtar, sepse zhvillohen në kontekst të një takimi të rutinës së zhvillimeve politike apo të forumeve ndërkombëtare dhe aty ka takime të tilla. Por një takim zyrtar me ftesë të ministrisë së jashtme të Shqipërisë apo të ministrisë së Greqisë apo të kryeministit grek dhe kryeministit shqiptar, të paktën në dinën time apo në dinën tonë deri më sot nuk ka, që është një pikpyetje e madhe që duhet zgjedhur nëse është ngërç, me qëllim që raportet midis dy vendeve strategjike duhen parë strategjike dhe si raporte individuale apo aq më tepër të shërbimit të disa grupime të ndryshme për të vinë në shërbim. Dhe në këtë kontekst urojmë që të vijë kryeministri Rama dhe të jetë sipari e një periudhë të një epoke të re të raporteve të shëndetshme mbi bazë një evolim të raporteve dhe përforcimit të tyre, sepse në fund të ditës të dy vendet kanë interese strategjike, qofshin ekonomike, politike apo edhe gjeopolitike. Mos harrojmë faktin që Greqia ka qenë lideri i Ballkanit prej dekadash, e bekuar nga Evropa, fatkeqësisht nuk e menaxhoi siç duhej dhe për këtë e dim shumë mirë, Evropa e menjanoi, erdhi kriza ekonomike dhe Greqia kaloi në një moment shumë të vështirë, duket që ka një rikthim në këtë stad, por nuk janë më rrethanat dhe kushtet siç ka qenë dikur, sepse Shqipëria nuk është më ajo e viteve 90, nuk është më Shqipëria e viteve
2000, po aq më tepër nuk kupton Shqipëria viteve 20. Pra ka një dyshim, se jemi post viteve 20, Shqipëria ka rënë një rang tjetër, nga ana tjetër diaspora shqiptare në Greqi, me gjithë spektrin e saj, nga individët e shquar, nga biznesmenët e sukses, nga ato figura që në aksionin politik apo në rrjetin social ekonomik të vendit, shoqata organizata e gjithë shumë e radhë duhet të gjejë impulsivitetin dhe të ngrihet në stadin e duhur, të kaloj atë fazën e folklorizmit apo të një stadi primar e cila nuk plotëson ato kriteret për të qenë një element i fuqishëm që shitohet me diaspora të tjetër. Pra të tjerë janë komponentë që përbën sferën e një mundi pas të kalojmë të problemet tona, desha të pyes edhe nuk që ajo që mua më duket e logjikshme. Presim diçka në si imigracion këtu në Greqi, me ardhen sa ministër, si ashtë do prekim një problemin tonë, apo është një shpëtim shumë e vënd që thua dhe mendoj është një moment i përshtatshëm për ta diskutuar me bashkëtarët, sepse fatkeqësisht ende të gjithë duke ardhur në një sistem autoritar diktatorial, të gjithë kanë mendje që shteti bën diçka për qytetarin. Mirë po, kjo fakisht nuk qëndron, edhe dim shumë mirë që po shteti ka një rol ama. Përpara se të kenë këtë rolit, ka shumë rëndësi të bëjmë një sqarim për opinionin. Në çdo vend të botës, edhe Amerika që është demokracia më e konsoliduar në botë, të paktën deri para pak kohësh më e konsoliduar, kur vjen puna është ai slogan i madh që mos shiko çfarë përshtetje për ty, po shiko ti çfarë mund të bësh përshtetjen. Edhe Shqipëria është në këtë kontekst, sepse kemi ikur tashmë nga një sistem totalitar, kemi një sistem demokratik të brisht, i cili është një fazë kalimi nga një sistem politik autoritar në një sistem tranzicioni por demokratik, sepse kjo nuk është demokratik. Të gjitha këto janë elemente që kompanitë duhet të kenë parasysh të gjithë partitë tanë, sepse pyetja e parë thonë çfarë bën shteti jon shqiptar, 50 lekë, 50 mendoj, nuk shkon kështu. Unë nuk do të bëj shtetin shqiptar, do të jemi kujdes me të. Unë jam ndërta që kërkoj mbështetjen e shqiptar, por shteti shqiptar nëse ka një dobësi apo ka një gabim thon thjesht është ineksistenca e tij në raport me komunitetin, diaspora, me çdo element që është sepse në fund të ditës, nëse sot Shqipëria krenohet për anëtarësinë në Bashkimin Evropian, mos harro faktin. Janë ta qindra e mira shqiptarë në Greqi, në Itali dhe në diasporë, që e kanë ngritur Shqipërinë në një stad tjetër. Pra janë ambasadorë të parë. Por shteti shqiptar duhet të jetë më afër tyre, nëse nuk ka mundësi të ofrojë ekonomikisht, ka mundësinë të bashkëpunojë me qëllim që problematika që akumulohen në jetën tonë të përditshme të përcillen ashtu siç duhet. Por dhe me kryesorja, që mendoj është më e përshtatshme, shteti shqiptar ka një kufezi në ndërhyrjen e raporteve të diasporës shqiptare në raport me shoqërinë greke pak më tepër me administratën greke. Ndaj duhet diaspora shqiptare, komuniteti shqiptar, komuniteti shqiptare, diaspora shqiptare, pavarësisht të do të jetë dinamikën sepse i përshtatet Greqisë dhe aq më tepër është nën ndikimin dhe nën kuadrin ligjor të Greqisë, pastaj mundi, unë ngrita këtë problem sepse shumë shqiptarë ndjen të braktisur nga shteti tyre, prandaj nuk kuptoj se edhe shteti ka rolin e vet, se janë disa probleme që me kanë nuk mund të zgjidhë vet, apo jo. Pikërisht, por siç e tham, këtu mungon ineksistenca, ishte ajo që thash më herë, shteti shqiptar do të jetë më i vëmendshëm. Të marrim një rast konkret. U krijua Ministria e Diasporës, u bën disa nisme, u bën disa strategji, shumë folën për ekonomi, për para, për 100.000 euro, ne si bankur nuk kuptuan dhe nuk kishim pritshmëri për t'i marrë, por nëse do të dish realisht mendimin tim personal dhe atë që kam konstatuar në aktivizimin tim në kontributin tim simbolik në diasporë, në prej të pak në dekadës në Greqi, është ineksistenca atyre. Pra, flasim për ne pa kontaktuar me ne. Nuk ndodh në asnjë vend të botës që të bëhet një takim me palë bilaterale pa konsultuar fillimisht me diasporën për faqetuesit e tyre. Nuk ka rëndësi ne janë X apo X, kjo është elementare. Dhe e dyta, më absurde që për mua ishte kartoni kuq në kuptimin e mirë fillt që akoma dhe sot ambasada e Shqipërisë nuk e di sa organizata shoqëtare në Greqi, nuk e di sa figura janë. Kur flas ambasada flas institucioni i ambasadës, të tieni kuptuar. Nuk ka informacione dhe Ministria e Jashtme, sepse vinë akoma vazhdojnë si kohën e Xhaxhit Enver me mik dhe me shok. Nuk bëhen punë me mik dhe me shok. Sepse tani këto problematika dhe pastaj shpesh herë
shteti shqiptar e ka shumë të vështirë për të negociuar me palën greke kur nuk ka informacionin e duhur. Dhe kjo duhet qartë në takimet janë zhvilluar. Nuk dua të zgjatem më tej, po informacionin që ne kemi si diasporë, në takimet që kemi zhvilluar i ndërruar shpëtim me administratën greke, me propozimet që ne kemi dërguar si diasporë dhe konteksti i përbërjes së propozimeve nga përfaqësuesit e ambasadës apo të Ministrisë Shqiptare, më vjen keq janë shumë të dobta promocionet e tjetër. Pra nuk përputhen me realitetin. Dhe kjo është ai dobësia e kemi. I dim gjitha, por nuk kemi nevojë për ju. Dhe në fund ditës të bëhemi qesharak të palën greke. Mundi le të futemi te problemet tona, mundi përditshme. 2025 jemi në javën e parë të dhjetorit dhe 2025 avash po ikën mundi. Çfarë lë pas ky vit neve në problemet tona? Greqia vazhdon të vuajë një sindrom të vjetër, një refleks të fituar për shkak të politikave klienteliste. Kjo do të thotë një administratë e tengopur, akoma në stad manual, edhe pse janë hedhur shumë fonde për të bërë një digitalizim të gjithë procedurave apo një modernizim të procedurave, ka shumë mangësi. Kjo duhet qartë tek lejet e qendrimit. Ndërkohë që është folur shumë që Greqia tashmë ka procedura ekspres, fast track, realiteti tregon që edhe pse kemi digitalizimin e procedurave, nuk përputhet me realitetin, sepse vonesat jo vetëm janë shtuar, por janë mbi ngarkuar se krijojnë shumë probleme tek emigrantët. Mjafton një element kryesor që të kuptojmë. Ne kemi diskutuar dhe do i trajtojmë edhe në emisionet e ardhshme, tek pyetjet për gjithë çështën e migracionit. Administrata greke, nga momenti që është digital, kërkon nga emigrantët vendime të cilët i përkasin dekadave të shkuar. Kjo nuk është haset masive të botës. Dihet që ligjërisht një çështje ku kalon një periudhë kohore 5 apo 10 vjeçare, varet sipas kodit të vjetit sipas vendit, këto shkelje apo këto masa parashkruhen. Sot këto jo nuk parashkruhen, por edhe një shkelje e qarkullimit rrugor, pra një masë e marrë, e cila nuk është në dini të shpaqetarit, jo që nuk parashkruhet, por administrata ta kërkon, ndërkohë që është një çështje e brendshme e administratës greke. Pra imagjinoni se sa pengesë sjell kjo gjë. Por për tek kësaj, fakti tjetër, çfarë ka bërë shteti grek, Ministria e Migracionit e Greqisë, për të përmirësuar cilësinë e këtyre qytetarëve, sipas me se janë qytetarë, pavarësisht i quajnë emigrant apo refugjat. Parimisht shumë, praktikisht asgjë. Sepse do të presin në muaj të tëra. Unë lexova dje, nga 350 ditë që ishte rinovimi në pritje, rinovimin e qendrimit, ka shkuar në 465 ditë. Pra edhe pse është futur interneti, pse futur teknologjia, pse janë futur të gjitha, më kupton, pse janë çdo radhë, shtohet afati pritjes së mundi. Nga 350 në 465 ditë. Pra le qendrimi kur fillon? A di që dorëzon për aplikacionin apo kur e merr? Le qendrimi kur fillon? Shumë domethënëse dhe në ka patur një ndryshim të madh Albania TV është fakti që neve nuk flasim teorikisht, por flasim bazuar në fakte dhe statistika, dhe duke qenë drejt për drejt me bashkëdhëtar dhe mendoj që duhet të fokusohemi në orientim me qëllimin tim sa më transparent dhe më koncis. Lidhur me statistikat që thënë janë shumë të rëndësishme, mjafton më në fakti që është vetë Ministri i Migracionit, Thanos Peruzi, i cili e ka pohuar dhe ripohuar, kur e dim shumë mirë, i cili në çdo dalje publike nuk është së pohuari që do të shtrëngoj edhe më shumë masa ndaj emigrantëve, por nga ana tjetër ka pohuar se ka problem shumë serioz në dhënien dhe pajisjen me numrin e qendrimit të gjithë emigrantëve. Kjo vjen për dy fakte, siç e thamë më herët. Së pari, administrata e detyrimeve të decentralizuara që merren vetëm me çështjen e emigrantëve nuk ka shtuar personel këtu e 25 vjet. Më falë, këtu e 15 vjet minimalisht. Pa dhe me ka dhe larguar, pa dhe nuk me ka dhe larguar. Jo, unë do të flas për të volumit, por unë do të flas tim praktik. Pra, shtimi i personelit i fundit në detyrimet e decentralizuara ndodhi në vitin 2010. Nga viti 2008 deri në vitin 2016, kur ishte qeveria Cipra, pati disa shtesa, por me personel me kontratë të pjesme ose të përkohshëm. Gjë e cila edhe pse ndihmoi fillimisht, praktikisht më pas sot e pengesa. Pse sot e pengesa e nderuar? Sepse hyn tek ato që thash më herët, tek mentaliteti ballkanik që ka administrata greke ose klienteliste. Që do të thotë, marrin periferin e Athinës, u shtuan 100 veta personel, nga 100 veta personel u shtuan me kontratë të përkohshme,
50 për tyre filluan punën, 50 të tjerë u tërhoqën me kontrata dytësore tek zyrat e deputetëve të prefekturave, lanë përshkruar për shlek. Shkojmë tani te ky moment. Lidhur me volumin që the dhe me këto shifra që përmendë. Është vetë ministri që tha, po është vërtet, nëse flasim aktualisht për rreth 600.000 lekë qendrimit të emigrantëve, rreth 300.000 prej tyre janë në pritje rinovimit. Pra gjysma e volumit të punës, që do të thotë, nga momenti që punës është shifër alarmante dhe shqetësuese për administratën, për shtetin dhe për emigrantët. Presim nga premtimet që ka thënë ministri dhe duket që ka kaluar të pakun parimisht në kabinetin qeveritar dhe presim së shpejti ditë në vijim ose në janar të shkojnë në komisionin çështjeve sociale dhe të merren me specifika të tilla, të bëhet diskutimi që lejët e qëndrimit të pakun të ketë një lehtësim në administrat, por edhe ndihmë për emigrantët. Çfarë konkretisht? Lejët e qëndrimit sot dalin nga momenti që është bërë aplikimi, sepse ky është rregull, ky është ligji. Do të thotë, unë sot bëj aplikimin për renovimin e lejës së qëndrimit dhe pavarësisht se pres 1 vit, 2 vit apo 3 vjet, unë lejen e marr të vepshën nga momenti që kam bërë aplikimin dhe jo nga momenti që është bërë miratimi i lejës. Që është bërë miratimi, jo tregja e lejës, është bërë miratimi i lejës. Atëherë, këtë gjë ministri kërkon ta ndryshojë dhe është një hap shumë pozitiv, sepse do ndihmojë shumë. Që do të thotë, leja do filloj me vlefshmëri, pra vlefshmëria e saj fillon nga momenti i miratimit të lejës dhe jo nga momenti i shëtimit. Që do të thotë, marrim Palin, Pireon, që janë 2 drejtorit më të vonuara dhe më të ngarkuara, ku aty mesatarisht diku do të presi 2 vjet me 2 vjet të gjysmë, në raste më të mirë dhe në raste më të keq mund shkojë 4 vjet. Pra, një emigrant është detyruar të qëndrojë izoluar në Greqi me një format A4, që e marrë do të jetë shumë një format A4, dhe nuk mund të shkojë diku në një vend tjetër sepse nuk i jep mundësi shteti. Por i krijon dhe probleme brenda. Tani, të gjitha këto, nëse ai merr një qëndrim në moment të miratimit, ka një periudhë kohore 2 minimalisht, veçare të veçare apo 5 veçare varet në të këtyre. Kjo do të lehtësojë shumë më tepër të gjithë procedurën dhe tjetër. Së dyti, është diskutuar dhe është propozuar si dhe nëse këto janë çështje që edhe pse tu si ne i kemi propozuar me shkim si diaspor. Ta kemi që kemi. Po, i kemi paraqitur këto si takime. Është kjo një plus. Duhet shumë dokumente administrata greke të mos shikojnë nga individi, sepse janë çështje janë dokumenta zyrtare dhe dokumente të vetë administratës greke. Do të thotë, deklaratë fiskale nga momenti që kërkon të dhënat mund ta marrë nga vetë EFKA, pra Agencia Kombëtare e Shërbimeve. Dokumentat e hyrje daljeve, të cilat shpesh vonojnë migrantë apo krijojnë pengesa, mund të merren në mënyrë të brendshme midis policisë, departamentit të përkatës të migracionit dhe prefekturës. Apo aq më tepër vendimet të gjykatës, të cilat janë vendime absurde që janë marrë 10 vjet, 15 vjet përpara që edhe vetë gjykata ta sqarojnë për bashkëtarët, që është shumë e rëndësishme, edhe vetë gjykata e ka të pamundë të gjithë sepse në atë periudhë ka qenë gjithçka manuale dhe shumë e vështirë për të gjetur. Pra, janë arshivave që të cilët kanë kaluar për tërheqje dhe për të skualifikuar. Vjen administrata që ja parashikon ligjet dhe kërkon pra gjithë ato pengesa të cilat duhen kaluar dhe duhen gjetur një zgjidhje për më tej. Mundi, ne kemi 27 vjet e endim në të kaluar, apo jo, që nga viti 1988 deri më sot. Mos ndoshta në 2025 do të kenë edhe tona, apo do vit 2002, do vit edhe viti 2006 të vazhdojmë prapë të njëjtën gjëra. Si shikon, si parashikon? Unë dua të jem optimist, unë nga natyrë jam optimist, pavarësisht të gjitha pengesat e problemit që kemi pasur, diaspora shqiptare, komuniteti shqiptar apo të gjithë ne kemi pjesë kësaj shoqërie, nëse e marrim në fund të ditës, rezulton që kemi bërë një evolim fantastik. Kemi bërë një rritje dhe një ngritje të pashëndur. Duke patur parasysh faktin që gjithë flasim për integrim në Greqi, por nuk kemi pasur integrim, kemi pasur asimilim, sepse integrim do të thotë pjesëmarrje në jetën pjesëmarrje barabartë në jetën sociale, ekonomike dhe shoqërore të vendit ku jetojmë. Mos harrojmë faktin që sot shqiptarët në Greqi përbëjnë pjesën më të shëndetshme të integruar në shoqërinë greke me burim, pra me origjinë migratore. Edhe të gjitha këto më bëjnë të kuptojnë që neve si shqiptarë jemi shpirt rebel, jemi shpirt kërkues, jemi njerëz që shkëlqejmë kudo mundi. Duam më shumë. Kjo
mendoj është më e mira dhe më e bukur që ka si veti shqiptarët, të cilët e kanë treguar dhe po e tregojnë, dhe jam i bindur që me vullnetin që kanë të paktën grupimet në Greqi dhe vetë shqiptarët do e gjejnë fuqin për të kaluar në një stad tjetër më serioz, më dinjitoz, me qëllim që atë siç e the ti, mos kemi hapa pas, po të kemi evolim, të kemi zhvillim, dhe aq më tepër përfaqësime dinjitoze, kontakte dinjitoze nuk mungon. Shpresojmë, shpresojmë. Për dyshmëria e palës greke, kjo është e sigurt. Mungon vullneti ose më saktë organizimi me personë dhe me element kompetent, të cilët të mund të qëndrojnë përballë palës tjetër, gjë e cila deri më sot janë bërë projekte të mjaftueshme, por të cilat s'kan qenë në stadin e nivelit. Modi, ke ca gjëra të ti. Unë do t'i rikthesë edhe një herë. Ke ardhi përgatitur. Unë do t'i rikthesë edhe një herë Albania TV. Është mendoj një nga ato hapa të cilat meriton respekt. Përtej kësaj do të jetë një raport me bashkëtarët interaktiv, pra bashkëpunimi, jo vetëm pyetje përgjigje, por edhe ndihmë. Ne do mundohemi vetëm të tonë të bëjmë diçka, por nëse marrim të minutë të shkurtër kohën të Albania TV që kemi filmuar pra si muaj, me kaq shumë emisione dhe reportazhe, intervista dhe me këtë larmi temash dhe tematikash të ndryshme, mendoj që jemi në rrugën e duhur dhe jam i bindur që Bën optimist. Patjetër sepse edhe stafi është i mirë, po edhe dëshira nga bashkëtarët për të suportuar është e madhe këtu këtë qartë, dhe është një mundësi që t'i bëjmë një thirrje të hapur çdo bashkëtare, brezit yt, të rinjve të reve që janë shkolluar në Greqi, të mund të afrohen, të kontribuojnë, dhe pse jo të promovohen si ata vetë pak më tepër problematika dhe çështjet që do ofruar tek Albania TV, dhe duke ngritur një raport të shëndetshëm me gjithë faktorin e diasporës. Flasim diasporë, flasim gjithë faktorin që përmendët, nga individët, nga intelektualët, nga artistët, nga organizatat, nga shoqatat, nga unionet, nga federatat, nga komunitetet, nga diaspora, të gjitha këto në bashkëpunim është ajo e përgjithshme, është ombrella e përgjithshme që është shoqëria jonë. Duke qenë shpresplot, me optimizëm, duke i uruar nga zemra, gëzuar festat e Nëntorit të Shenjtë, gëzuar festat e dhjetorit të këmbimit të viteve, aq më tepër urimet më të përzemërta për gjithë ju që viti 2026 na gjej më mirë, shëndetshëm dhe me mundësi të reja, me qëllim që na çeli buzëqesja dhe të shkojmë më tej. Të dashur bashkëtar, ky është emisioni ynë për sot. Ju takofshim në emisionet e ardhshme. Na shkruani në faqen e Facebookut Albania TV. Mos harroni të na bëni subscribe në YouTube, like në faqen në Facebook dhe sigurisht të shtypni dhe zgjidhje në YouTube që të informoni në momentin e parë që ne kalojmë material. Ju falenderoj.